Në fshatin Borizan të Krujës ka pllakosur zia. 4 të rinj të këtij fshati humbën jetën tragjikisht në një aksident të shënuar në mesnat në fushë Prez. 25 vjeçari Enej Laçi, mbrëmjen e të mërkurës, u nis nga Borizana për të pritur në aeroportin e Rinasit vëllain e tij 20 vjeçar Erild Laçin, i cili kthehej nga Gjermania. Me vete kishte marrë kushëririn e tyre Andi Laçin 22 vjeç dhe shokun Enriket Kurtin 24 vjeç. Pasi kanë marrë Erildin në aeroport, 4 të rinjt janë nisur me makinën e tyre tip Mercedes-Benz, e cila ishte pajisur me impjant gazi për të kthyer në Borizan. Makina që drejtohej nga Enej Laçi u përplas në mënyrë fatale nga mbrapa një betonjereje në rrugën Vor-Fushkruj, e cila sapo kishte dalë nga firma e betonit Buz Rrugës. Përplasja ishte aq e fortë sa dyshohet se 4 të rinjt janë bllokuar brenda, ndërsa makina e tyre është përfshirë me njëherë nga flakët si pasojë e rrjedhjes së gazit. Pas këtij aksidenti, shoferi betonierës Aleksandr Krashi është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa kanë qenë disa kalimtar të rastit që kanë njoftuar policinë për ato se çfarë kishte ndodhur. Pavarësisht se në vendin e ngjarjes mbërritën forca zjarrfikse për 4 të rinjt nga Borizana, ishte tepër vonë. Nga hetimet paraprake, shkak i këtij aksidenti është bërë shpejtësia të normave me të cilën u thonin djemt dhe që goditën nga pas betonjeren. Pas aksidentit, policia ka arrestuar shoferin e betonjerës Aleksandr Krashin si dyshuar për 3 vepra penale: largim nga vendi i aksidentit, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt, pasi ai rezultoi se nuk ishte pajisur me leje drejtimin përkatëse që duhet për të ngarë një betonjere. Ndërkohë në polici për këtë ngjarje është shoqëruar Daniel Koxha me detyrë menaxheri firmës së betonit, ndërsa në kërkim policor është shpallur Sajmir Hoxha, pronari i kësaj firme. Pas aksidentit tragjik, shumë familjar të viktimave ndezën qirin në vendin e ngjarjes.